Në ditën e 15 të grevës dhe kemi një papërgjegjësi totale nga kompania. Si e shikoni, shumë punonjës janë këtu në mbështetje të grevës, ne kanë dalë në grevë, kanë pezaluar punën. Ajo që ne kërkojmë është që naftëtarët të trajtohen me dinjitet. Stop diskriminimit të naftëtarëve dhe stop pagave diskriminuese. Kemi kërkuar rishikimin e fondeve të pagave dhe shpërndarjen e këtij për punonjësit që marrin paga të ulta. Po dy pyetësh ka punonjës që këtu vazhdojnë marrin 500, 600, 700 apo 800 euro. Ndërkohë, punonjësit kineza apo shtetas të tjerë këtu marrin deri në qindra mijëra. Kemi parë që çfarë kanë dalë në përgjigjime, që një punonjës tu paguhet rreth 800.000 euro në vit apo më shumë, 850.000 apo 1 milion euro. Ajo është shuma që ne kërkojmë për 400 veta. Që kjo shumë të shpërndahet për 400 veta dhe të krijohet një standard për të gjithë punonjësit. Të mos intimidohen, të mos mbahen në presion dhe të mos krijohen këtu firma nën kontraktore të cilat vënë presion të dyja palët. Dhe nën kontraktorët janë në presion sepse janë me kontrata një vjeçare dhe në fund të kontratës ai thotë, nëse ti ngrihesh, unë nuk të rinovoj kontratën. Edhe punonjësve të vetë shoqërisë bankës u bën presion që nëse ti del në grevë siç dhe dolëm, unë të zvendçoj ty vendin e punës me nën kontraktorin. Prisni më shumë pjesëmarrje sot? Pjesëmarrja është e kënaqshme, janë të gjithë çunat të cilët janë trajtuar pa dinjitet dhe kërkojnë të vërtetën e tyre. Gjithmonë ka intimidime, gjithmonë ka probleme dhe njerëzit janë në probleme ekonomike dhe financiare. Këta ju ka vënë lakun e përfërisë në fyt, që këta njerëz të mos dalin, të mos kenë guxim, që mos kenë guxim që të gjithë ju që jeni këtu, gjithë gazetarët, shoqëria publike, shteti, që të gjithë duhet të reagojnë përballë këtyre padrejtësive. E dim të gjithë të vërtetën. E vërteta është në secilin e mendjes, në çdo mendjen e neve këtu edhe të shtetit, por nuk reagojnë. Nuk reagojnë, nuk di ta gjejnë ata pse nuk reagojnë. Grevistët kanë pohuar se do të denoncojnë edhe abuzime të kompanisë. A do të konditë të çdo lloj problemi që ne do të hasim, do konstatojmë në fushë marinës, do të bëhet publike për gjithë. Qofshin këto problemet që kompania shkakton, qofshin këto lidhjet nepotike që këta kanë me institucionet, të gjitha institucionet e varësisë të shtetit këtu kanë lidhje nepotike me bankersin, të gjitha këto të bëhen publike, do denoncohen, ndryshe nuk ka kthim mbrapa, sepse ne po kërkojmë dinjitet për të naftëtarët, ata tregojnë papërgjegjësi dhe çdo lloj papërgjegjësie do denoncohet derisa këtu të ketë marrëveshje që punonjësit të marrin atë që u takon.